Europa mund të shkatrohet. Ish kancelarja Angela Merkel BE nuk do të mbijetoj pa kufi të hapur. Europa mund të shkatrohet. Ky ka qenë parashikimi i zymt që ka bërë ish kancelarja gjermane Angela Merkel në prezantimin e librit të saj me kujtime të titulluar Freedom. Ish Sonja Hekurt ka thënë se shtrëngimi i politikave të migracionit dhe kufive në nivel kombëtar mund të kërcënojë seriozisht mbijetesën e Bashkimit Evropian, duke komentuar lëvizjet e fundit Berlinit për të kufizuar fluksin e azilkërkuesve. Nuk besoj se mund ta luftojmë me vendosmëri migracionin e palishëm në kufirin gjermano-austriak ose gjermano-polak. Gjithmonë kam qenë në favor të zgjidhjeve europiane, tha Merkel duke komentuar masat e miratuara së fundmi nga kabineti kancelarit Friedrich Merz. Masat e reja të cilat u programuan nga ministri i brendshëm u prezantuan nga ministri i brendshëm gjerman fillim të majit të ndalojnë përgatitjet e kërkesave për azil të gjitha kufive toksor të Gjermanisë. Kjo është një kthesë mpret nga politika e hapur e vitit 2015, e cila u zbatua më pas nga Merkel. Përjashtime bëhen vetëm për fëmijët, grashtatzana dhe kategoritë e tjera vulnerabël. Merkel vlerëson se ky vendim vë në pikpyetje lirinë e lëvizjes brenda BE-s dhe stabilitetin e zonës Schengen, e cila lejon udhëtimin pa viza në shumicën e shteteve anëtare. Nëse kjo praktik vazhdon, mund të dëshmojmë shpërbërjen e Europës, paralajmëroi ish kancelarja. Politika e dyerve të hapura e Merkelit e vitit 2015 u kritikua ashpër kur më shumë se 1 milion refugjat hynë në Gjermani gjatë krizës së emigrantëve. Sot Gjermania mbetet destinacioni kryesor për azil kërkuesit brenda BE-s. Vetëm në vitin 2023 u paraqitën më shumë se 237.000 aplikime, 1/4 e totalit në nivel të Unionit. Kancelari aktual Friedrich Merz premtoi të shtrëngoj kontrollet kufitare gjatë fushatës përpara zgjedhjeve të parakohshme të shkurtit, në një kohë kur alternativa për Gjermaninë AFD e krau të djathtë ka parë një rritje të fortë të mbështetjes për politikat e saj anti-migracion.